A do t'ja jepje motrës tënde të gjitha kursimet nëse ajo ka mbet pas një cent? Ua, edhe të ishat e trupit jo më gjendje me adhonë. Është e pa diskutueshme kjo. Është e pa diskutueshme. Do me thonë, gjithë shka që ke, do t'ja jepje motrës. Okej, faleminderit shumë. Hyriet, për ty e kam pyetjen. Imagjino ti ke kursy para për një udhtim të ëndrave që e planifikon me po. Po ndërkohë i duhen kësaj për me shku në koncertin e ëndrave. A ja kishe dhënë kësaj, paret a ja kishe shku vetë në udhtim? Po, pasha zotin ja kisha dhënë edhe pa mendu 2 herë. Pasha zotin? Okej, interesant. Faleminderit shumë. Edhe njerë për të pyes ty, Hyriet, a do ta toleroje motrën tënde gjithmonë të t'i vesh rrobat që ti preferon, edhe pse 100 herë i thu mos mi merr këto rroba? Bash do rrobat që i kam në shtat, që janë një material që s'mujnë edhe me i bo Albinës, jo, po në përgjithësi po, s'm pengon. Okej. Ti, Albin? Në të njëjtën situatë? O, mu nuk më dhimet kur gjo. Nuk dhimet? Jo, absolut heq. Jam shumë dorëlirë. S'kan faj motrat. Faleminderit shumë. Sa i beson motrës? Shumë. Atë sa i besoj vetës. Atë sa i beson vetës. A do t'i besoj kështu themi me sym shel që ajo të merr një vendim për karrierën tënde, veç të shko se është gjithçka në rregull? A të tregoj drejt diçka. Edhe kur bëhet fjala për ndonjë projektimin solo vet, nëse veç nuk marr mendim prej Hyrietës, gjithë më del drast. Nuk më del çush duone. Ama në përgjithësi jeta mirët me gjithçka. Qo për projektet mia, qo për projektet që i kem bashkë, për darsna, për gjithçka. Kështu që gjithçka ja kisha besu jetës. Gjithçka ja kishe besu? Normal, gjithçka. Okej, faleminderit shumë. Në muzikë bën edhe dise ndonjëherë. Din këta të hip-hopit e kanë. Po, këta po. Hyriet, në muzikë ndonjëherë ka edhe dise. Pra, këngë që i kushtoj njëri tjetrit artistët. A do ta këndoje një këngë me sharje në qoftë se ta ka nguc dikush motrën? Jo, bënd shumë po tham ju se nuk është karakterit ton me knu në atë nivel edhe me ardhur deri në qatë nivel, se cili që bën diçka, mendoj që e ban për vete dhe e pasqyron vetveten e tij, kështu që jo, nuk besoj.